Ne do të kemi ndryshime definitivisht, do të mendoj se do të kemi qasje shumë pragmatike dhe më të thellë ndaj çështjeve të Ballkanit në përgjithësi ndaj dialogut Kosovë-Serbi, sepse kemi një ministër të jashtëm i cili njeh shumë mirë Ballkanin, njeh shumë mirë politikën e jashtme, ka qenë pjesë shumë akteri shumë negociatave paraprake, pjesë e disa marrëveshjeve që kanë ndodhur në mes të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe shpresoj shumë që kjo qeveri e re me kancelarin Merz do të ketë ndikim më të thellë dhe natyrisht do të punoj shumë ndoshta në stabilizimin e Ballkanit dhe mundësinë e integrimit të këtyre vendeve sa më parë në familjen evropiane. Ne po shohim një progres shumë të madh që është duke bërë Shqipëria në këtë drejtim dhe mbështetjen që është duke marrë nga vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe nga Gjermania, kështu që mbesemi me një shpresë të madhe që do të ketë ndryshime pozitive dhe natyrisht një përfundim sa më parë të këtij dialogu të stërgjatur që ekziston me vite mes dy vendeve në Ballkan, Kosovë dhe Serbi. Ndryshe nga gjua diplomatike që përdorin, po them, të gjitha qeverit në Gjermani, pa i ndarë të njëjtën gjë edhe më pashmja, koalicioni më pashëm edhe ky koalicion, deputetët e Bundestagut janë më të drejt për drejt dhe më të ashpër. Edhe në sesionin e fundit, për shembull Knut Abraham kërkoi antarësimin në Këshillin e Europës, një nga mbështetësit e fortë të Kosovës në Këshillin e Europës. Nga ana tjetër ka pasur nga ata që kanë kujtuar edhe faktin që Vučić zotohet për Europën, por nga ana tjetër nuk refuzon asë një moment për të paraqitur në kratë Vladimir Putin apo për të mbështetur Vladimir Putin në Moskë. Pra duket se ka dy qasje më të ashpër në parlament dhe më diplomatik në qeverisje. Është qartë që kemi natyrisht tani një përbërje të deputetëve të dy fronteve, mund të themi, pra përbërja koalicionit të gjerë mes partisë CDU, CSU dhe SPD-s, Socialdemokratëve dhe frontin opozitar i cili përbëhet prej partisë më të madhe konservative AFD-s dhe partive të cilat ishin në pushtet më parë pra partisë së Gjelbër dhe partisë socialiste, kështu që do të ketë një debat natyrisht më të ashpër në Bundestag, do të kemi me siguri debate edhe më të ndërlikuara, por qeveria tanishme, pra koalicioni gjerë, ka një përkushtim shumë të theksuar ndoshta se sa vitet paraprake. Këto diskutime nuk janë të formale, por përshojnë natyrisht një sinjal të qartë se Berlini e ndjek me kujdes zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht ato që lidhen me siguri. Shqetësimi natyrisht në Bundestag ekziston edhe për çështjen e raporteve që përmendëm edhe më herët dhe konflikteve të mundshme që mund të ndodhin në verinë e Kosovës. Natyrisht që Gjermania luan edhe një rol balancues në mes këtyre dy vendeve, si pjesë e shërbimit diplomatik kemi pas natyrisht një balans gjatë viteve 2012-2018 me kancelaren Merkel, por kancelari Merz është më pragmatik dhe më drejt për drejt dhe besoj që do të ketë qasje më të thellë. Në fakt se ka nisur me dorë të fortë, do thoja kancelari Merz, i tregoi derën Shteteve të Bashkuara të Amerikës që në nisje të detyrës së tij, nga ana tjetër i ashpër me Rusin, madje një ditë më parë bëri të ditur se kanë hequr çdo lloj kufizimi të furnizimit me armë të Ukrainës, ka çuar
një batalion me rreth 5.000 ushtarë në Lituani, më i madhi dhe i parë që nga lufta e dytë botërore, pra duket se ka një qasje krejt tjetër, të paktën në atë çfarë shohim deri tani. Friedrich Merz, as pak tërhiqe mos këput si Angela Merkel, por shumë i drejt për drejt. E qartë, sepse është njeri i cili ka një përvojë të gjatë natyrisht diplomatike, një karrierë të gjatë, po ashtu edhe në politik, është një njeri pragmatik, një njeri po ashtu i cili ka një uri të veçanta edhe për ekonominë. Prandaj kjo çështja e zgjedhjes së tij dhe natyrisht një koalicion i gjerë stabil në Gjermani jep natyrisht një fuqi të madhe jo vetëm Gjermanisë, por natyrisht i bashkohet edhe një Evropë të bashkuar. Ne kemi pas vizitat e para të cilat ishin së bashku me presidentin Macron, mandej me kryeministrin nga Polonia, me pjesëmarrjen e anglezëve, të cilët vizituan Ukrainën, të cilët shprehen një përkushtim të thellë, natyrisht që të kemi një ndërprerje sa më parë të luftës. Kancelari Merkel ka marrë vendime tani që të ketë edhe furnizime të drejtë për drejta me armatimet ndoshta edhe më të